Kryesocialisti Edi Rama e nisi të dielën me një takim pasqyrues të investimeve dhe punëve 10 vjeçare nga qeveria në qarkun e Shkodrës dhe rang kombëtar. Teksa shpalosi grafikisht progresin e bërë në disa deg dhe sektorët e ekonomisë ndër vite, Rama tha se në vitin 2013 shteti shqiptar rrezikonte falimentin. Ai theksoi se pritshmëritë për vitin 2030 nuk janë projeksione të tejfryra për tërhequr sa më shumë votues, por janë të bazuara në studime serioze të qeverisë. Ndryshe nga të gjithë qarqet e tjera, në këtë qark ka një grop në 10 vjet. Gropa është gropa e Bashkisë Vjetër Shkodrës. Deri përpara se këtu Benetit merrte detyrën, këtu ju e dini ç'a ishte. Kalaja e shkëm graniti kundër komunizmit e tjerë, edhe bëj fjalë për projekte, prandaj në aspektin si bashki në dekad, Shkodra ka marrë më pak investime se të gjitha bashkitë e tjera qendra-qarku, jo se s'kemi dash ne, por sepse s'kemi pas dot asnjë bashkëpunim normal me Bashkinë e Shkodrës. Nuk kemi pas. Ju e dini shumë mirë se si ishte situata, dhe ishte një çështje mentaliteti që shpresoj të jetë përmbysur dhe uroj që në 11 maj Shkodra të na japi këtë lajm që është përmbysur, se tashti në fund të ditës njerëzit kur zgjedhin, nuk zgjedhin dhëndrin, as krushkun, zgjedhin kalin, që do t'ja u tërheq më shpejt karrocën. Dhe tani të zgjedhësh një kal gjysmë ngordër, se të pëlqen ngjyra, dhe të mos zgjedhësh një kal që ta tërheq karrocën me shpejtësi se s'të pëlqen ngjyra, vetëm Shkodra e kanë pahu këtë punë. Deri dje. Shpresojmë që mos ndodhi më. E keni dëgjuar që në Edi Rama s'do veri unë, Edi Rama s'do veri orë. Të gjitha akset strategjike të veriut për ta hap veriun ndaj turizmit i kemi ndërtuar ne. Të gjitha. Këtu jemi në 315 kilometra rrugë të brendshme të qarkut Shkodrës në një dekadë. Le t'i nxjerrin çka kanë investuar në çerek shekullit tjerët, edhe le ta bëjmë krahasimin. Unë e kam bërë për veten time, nuk ka krahasim. Nuk ka, s'kishte rrugë. Si shkojnë në Vermosh? Ku shkon në Vermosh? Si shkojnë në Theth? Transformimi i Shkodrës vjen dhe nga prova e fortë e ndryshimit të konceptit se si një qeveri bashkëpunon me bashkinë dhe në një vizion të caktuar, një vizion të qartë drejt Bashkimit Evropian, ajo është gjithmonë e suksesshme. Dhe për këtë dua të falenderoj kryeministrin Rama për atë bashkëpunim dhe për atë mbështetje që i ka dhënë Shkodrës, që ndoshta pak më vonë se qytetet e tjera që kanë arritur tashmë këtë gjë, ne do ta bëjmë shumë mirë. Dhe jemi detyruar ta bëjmë shumë shpejt dhe të punojmë fort për të arritur këtë gjë. Në formë batute Rama nuk la pa kujtuar edhe dobimin $6 milion është Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara, i cili ende ka shumë drithie. Natyrisht që me aritmetikën sot jemi në hall, se ka filluar një sulm ndaj aritmetikës, e keni pa, ne dëgjonim Lulin, artistin kur thoshte 77-42, edhe na dukej sigurisht e një tmerr i madh. Po tani është 77-6 milion. 6 milion edhe ka dhe X mrapa se nuk dihet çfarë vjen akoma mrapa di 6 milionshit që nuk është zbuluar akoma.